Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. 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 Full shit show. Shpulje Kaçurelas. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full ship. Guten Abend miteinander, mirëmbrëma gjithëve nga zemra e Zvicrës edhe sonde, si çdo javë tjetër, bashkë me Loçkën tem këtu Mara Shpulaje, nisim këtë emision shumë të bukur ku do diskutojmë pak për martesa, për divorce, për vele, për kostume, për kate, për biznes, businesswoman, jetë familjare, muzikë, argëtim, ahengje, dasma, ditlinje, muzikë klasike edhe engoni shokama naman, jo, s'do ketë sonde e talava. Kështu që, e vazhdojmë me këtë emision, mos u ndalin nga radio televizioni Seni, mos u ndalin nga rrjetet sociale të Folk Ship Show, folkship.cë na gjeni në TikTok, në Instagram, në Facebook, ku ne i publikojmë të gjitha intervistat që i kemi me mysafirët tanë, të cilët janë yje nga diaspora. Pra të më thonë, gjithë çfarë vjen në Folk Ship Show është yll i diasporës. Ulolla. Vazhdo Marash. Faleminderit shumë kompleksi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank. Vielen Dank, Komplex Anesi. Bleni villën tuaj në fshatin më të bukur turistik, Komplex Anesi, 270 metër katror banim që e keni, pishinën jashtëzakonisht bukur, mi nxjerr diamanti këtu për të parë, dhe i keni 800 metër ari tokë, ari, 800 metra tokë, pra do më thoni thonë ari në Kosovë. E kështu që bleni, ja ku i keni kontaktet, bëni komshi, sepse komshit janë vërtet të mirë në atë vetë. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Faleminderit shumë Pristina Ticket që me Folk Ship Show udhtoni me Pristina Ticket nga Pristina në Zyrich, në Gjenevë, në Basel, dhe në Siltas dhe në 16-17 destinacionet e Evropës çdo ditë me çmime të mira, të arsyeshme të lira dhe mund të bëni zgjedhjen e ulses tuaj me të njëjtin çmim dhe mund të merrni kuferin 20 kg me njëjtin çmim. Kështu që Pristina Ticket. Pa. Ta ndryshojmë pak atmosferën. Do ta ndryshojmë, do të flasim sonde pak për muzikën. Për muzikën klasike, për muzikën tallava. Tani, këngëtari që do kemi sonde, për herë të parë është në Folk Ship Show në intervistë flasim. Nuk e kam ditë, se kam ditë që të paktën që është kaq djalë i mirë, edhe se kam ditë që është në Zvicër, do kisha ftuar me kohë, po edhe vetë i ka fajë që s'na ka shkruajt. Nështë nga shkruajt pasi kemi pa, nuk e di. Por, ideja është, Marash, tashi, dëna me ditë çfarë mendimi ka ky mes këtyre dy muzikave, edhe du me ditë a ka mundësi ky këngëtar sonte me maknu çet këngë, ç'ta. O ku je zenon, o shkodan. A dini besën zenun qem ke dhane. A ka mundësi ky këngëtar sonte me maknu çet këngë çështu, kam me bë test. Nëse maknon çështu, ja jap dorën. Nëse s'maknon çështu, ja jap dorën tjetër. A ftojmë? Eftojmë. Me duar tërkitë unë Big Up on Jonas, Florentin Vladi! Mirë se erdhe në Folk Ship Show. Florentin, ma e frymen, banu gati. Këshire tash. Në gjej notat me kujdes, sepse janë disa nuanca që pak këngëtari kanë. Nuk e njoh këtë këngëtarin, duket të ka emrin Emrush Osmani, nuk e di prej ka është, hiç s'marr vesh për këtë person. Mirë po, ky Emrushi, sa marketingi i bëjon, me ditë ky ma kish çu prej Kosovë mu një kuti me spesa, ajvar, turshi, sa në si dhurat, për shembull. Edhe mishtert, mos harroj Emrush, mishtert. Tashi, ideja është se tana storyt në Instagram, i kom bo me që në TikTok, në TikTok Emrush, futu në TikTok temin, Altin Official edhe shef, që i kam kretë storyt me që të kongë, se më pëlqen.
M'pëlqen timbri, m'pëlqen melodia, m'pëlqen nonca që është e përdredhaj. E ke parasysh? Folklor, po. Folklor, po. A kënon folklor ti ndonjëherë? Unë kom fillu me folklor. Ke fillu? I ke fillu karrierën. Okej. Muzikë popullore. Shiko tash, besë një gjë pak më vëmendje edhe më e vlerësimin për këngëtarin një herë. Okej. Mas pori edhe dyti kam dëshirë me Maknuti pak sta. Çe. O ku je zenon, o shkodaran, a dyn besën zenon qem kellone. A ka nonca të forta apo jo? Fal drejt. Shumë bukur. A është i bukur? Shumë bukur. Domethënë ka i zo melodios, Shumë bukur. Okej. Herë Florentin të lutem të flasim Florentin apo Tini? Qysh dusht. Okej. Tini, ma letik. Tini, më shkurt, se shumë gjerë ma në hargjot në gjyra. Tashi, Tini, që të kongë du me një gju, pak shushe që në ti, a mundesh me përshtat me këta apo jo? Unë e kënoj... Në versionin tëmë? Muj me knu për versionin tëmë. A mu, kam qef me mujt me ma bon si ky pak, se e di unë versionin tëmë, e di që e ke zotë mërkullushëm, je këngëtar me shkollë dhe me gjitha i kompletuar, po që... O ku je zenon, o shkodaran, a dyn besën zenon qem kellone. A ke parasysh? Munona, po së në baj si kë. Së në banë si është kë. ili Hajde në tina. versionin Unë me tëmë version. A e marrë menë si strofat të lëshedhe kjo? A me bo fjallë që ka thonë kë. Original si ky? A me bo që është konga original, se... Pse është originali kjo? Shkodran është konga. Po Shkodran po thot ky? Që në një? Zenon. O ku je zenon, o shkodaran. Okej. A din besën zenon qem kellone. A be Apo do më takru krejt kongën? Jo, e veç e strofën. A din kongë? A din kongën krejta? Po si jo. Për zotin. Po si jo. E, Ndras të vegut. nuk është mërë kjo? Po, ndras të vegut. Po, a? Ndras të vegut. Zoti herë bof. Po ky djali nuk e di në YouTube se ka vetë kongë plot në duket. Okej. Kjo veç që kjo pjesë më ka dalë nëpër TikTok-a. Hajde vazhdojmë mirë. Me bo, po ku je zenon, o Shkodran, a e din besën që ma ke dhonë, okej? O, thot. O, që? O ku je zenon, o shkodaran, a dyn besën zenon qem kellone. A shumë e vështirë. Po ku je zenon, o Shkodrane, a e din besën që ma ke dhonë. E marash? Bravo, shumë mirë. A jena shqiptar, a jena shqiptar! Pasha dole një nga shqiptar. He, mirë se janë në Fol Shqipshove, Florentin, e knasi që të kemi në studio. Tashi, e di veç si e prej Ferizaj. Po. A është të vërtet? Po, shumë. Mo shumë kalzon pak për veten tonë dhe i herë. Okej, Se nuk një shumë, bro. okej. Unë personalisht e di që kom pasi e kon për vitit të ri në emisionin tonë, mbrapa kam këshyrë, po kam për shikusit, ashtu unë një shumë po, Okej, për shikusit e kam fjalin. Unë jam Florentin Vladi, me pseudonimin e kam Tini. Tini, po. Me Vladin tjetër, këngëtarin si e diçka? Po jem familje. Me Arif Vladin? Po. Pash Zodhin. Po, jem... Respekt maksimalisht për këtë këngëtar. Jem kushere, sepse mbjami Vladi nuk mund është me marë, se Po, është s'ka mbjami shumë. një vjetër, Po. është i familjes tonë, çka jem Po. Vladi, jem ketë kushere. Jam i lindur në Ferizaj, me muzikë kom fillu shumë herët, pe moshës 6 vjeçare, kom fillu me qifteli. Prej 6 vjeç. Po, Okej. Me qifteli i ke më shu vetë qifteliza e ka aro dikush tjetër. me të thonë drejtën, me të regu, nëse do me të regu, është nona ka kënu mirë. Nona. Po, Okej. nuk u kanë këngëtare, po ka kënu Ka mirë kënu për qef të shtëpia. edhe tash qiftelin kina posë në shpinat. Edhe aja ka kënu edhe unë e kom dash me mësu. Me mësu notat të qiftelit. Po flasë 6 vjeç, Po. klasë të parë. Edhe e ku marrë qiftelin, unë s'kom dit me lujtë në qifteli, edhe aja nona me fjallë të veta, dhe me thonë, ku e mënu me i bo, preke këtu, jo me dur, veç me fjallë. Aja më ka të regu, qish me bo, tap, edhe kom mësu qiftelin. Në për një kohë shumë shkurt. Okej. Për 2-3 javë kom mësu pjesë, me fillu me lujtë me qifteli. Okej. Aty- Nona i ka aro qiftelis? Ja. Jo, veç veç ditë ka dash me kënu, të mësu pak a ditë shumë. kënu, po. Okej. Pastaj... Se halla jemi, më falë, halla i bje qiftelis. Okej. Halla jemi i bje qiftelis. Unë prej qiftelis tani di me lujtë në këtë instrumentet. Okej, e ke mësu qiftelin, pas e ke mësu gjitha më. Krejt, jem kon kurioz edhe kom mësu gjitha instrumentet. Çfarë instrumente? Përveç Gjitha. qiftelis? Pianos, harmonikës, kitarës, Vetë, si autodidakt apo... klarinetës, po jo për me bo muzikë, po për veti. Domethënë, nuk jam profesionist në instrumente. Jam, muj me thonë veç në këndim. Po tash si 6 vjeçor, shoku jam në atë kohë. Kush ta zbuloj talentin tënd, se tash Po prej me nanën kom fillu, ashtu, tani,
Në moshën 9 vjeçare e kam marr pjesë me një shoqëni kulturore artistike. Po, në për shkolla, Po, aktivitete. jo në shkollë, po, ama kemi mojt koncerte të mëdha, domethënë, në atë kohë kur ka qenë Kosova e Kopume, domethënë, vitet e 90 kanë vite shumë të vështira. Në vitin 92 kam filluar me marr pjesë në shoqëni kulturore artistike, edhe prej aty mos jam nal deri tash. Kena mojt koncerte, kena mojt motivin e njerëzve para luftës, zakonisht u kanë gjendje luftë në vitet e 90-ta. Edhe kemi mojt koncerte edhe ka pas vështirësi sepse kena pas ndalu me koncertet. Na kena pas ndalu me edhe shkollat. Kena mojt koncerte me sheftazi me rrezik shumë të lartë. Okej. Dej në çlirim tani pas çlirimit kanë diçka shumë e bukur. Tani ti a e ke pas vetë këtë dëshirë me u fut ka klasikja dhe popullorja kështu apo të ka thonë prindi që këtë drejtim me marr? Se në Ferizaj ka shumë këngëtarë që këndojnë Tallavan duket. Ti pse se ke ndjek Tallavan për shembull? Ja, nuk më ka thonë kërkosh është Dëshira jote, është natyrale. Natyrale, ka ardhur vetës po. Ka ardhur vetë. Ku fillu me çifteli folklor edhe tani mas luftës kum bë muzikë popullore. Ndoshta edhe që kom ndjek shkollën e muzikës, jam shkuar shkollë muzikës, shkollën e mesme. Më kam frymzu për gjëra tjera edhe kom vazhdu me muzikë popullore. Muzikën e lehtë. Një kohë kur kam shkollë kom kënu edhe solo këndim, domethënë, këngë operistike. E çfarë moshë u futë në mënyrë profesionale? Pe vitit 2001. 2001. Po. Çfarë ishte kënga e parë? Si e realizove? Kush ta realizoi? Këngën e parë që më mend, unë para se po dalte kënga te fillimi, domethënë vitin 1992 ka qenë Kaçaniku ti rrot pika. Kaçaniku ti rrot pika. Edhe kur nuk e harroj. E ke botet kënga apo? Ja, është këngë vjen. Po, e ke marrë cover, po. Kur nuk e harroj sa herë kom dalë me kënu, domethënë koncert, po flas kur më kon në moshën minore, domethënë, kum kajt. Para se me dojë koncert, kum kajt, suni kum nalë lot. Pse ka qenë teksti? Jo, vetë kum pas si frikë ndoshta. Frikë si me emocion. këndu? Po ka qenë emocion, jo me këndu, po Ah, ka emocion me dalë në skenë. para publikut. Po, para publikut. Domethënë, ata. Edhe deri sa kom venu shpesh mos s'po dal se sunë kom dal vetëm tu gojt. Morë se pas tani gjunë herë ke titull, kur ka vendos ke titull të rrot pika Kaçaniku. Kaçaniku ti rrot Po pika. pse kështu? Pse nuk e din çka është frika, për çfarë? Është si Interesant. Kush e pas ka shkruar këtë tekst? E nuk e di kush ka shkruar tekstin. Okej, Kaçaniku. Është këngë e mirë. Interesant që ka. Është këngë e vjetër, po. Ty si faj, inshallah pika si bjen, po ideja është teksti kolla kon. Është pak edhe si me livdu, domethënë se është shumë i që janë të fortë, janë trima, domethënë pika nuk e din çka është frika. Nan sa hatu i prej me thika, hey more hey. Harja më këto pak se ka bukur. Është interesant. Ç'është? Kaçaniku ti raft pika, nuk e din se çka është frika, nan sa hatu i therr me thika, hey more hey. Çfarë zoni ka xhikon. Te kjo është trokitje. A mban mend momentin e parë kur ki dalë para publikut? Po, e moj mend momentin e parë, edhe ka qenë me shumë emocion. Edhe faktikisht ndoshta është edhe që ndjej shumë muzikën edhe kam pas edhe frikë, domethënë, se mos po dal keq edhe kam kajt para se më dal. Ke studiu muzikë, çfarë instrumenti, çfarë Muzikën e përgjithshme kam studiu. Po gjatë 4 viteve që kam shkruaj shkollën i kam ndru, domethënë, një vjet e kam marr solo këndimin, një vjet e kam marr violinën, një vjet e kam marr klarinetin, kam dosh me bë eksperimente me njoftë instrumentet. Për këto nuancat që ke, ka ndihmuar shkollimi? Shkollimi për nuancat apo e ke lindur? Ja, është e lindur. Është e lindur. Domethënë ngjyra tani mënyra e këndimit është kohë përvoje, domethënë, është kohë që ti mësohesh me kohë. Çfarë të ndihmon? Me qenë se kur je i lindur, po, çfarë të ndihmon studimi pastaj? Studimi absolutisht më ka ndihmuar shumë. Çfarë të ka ndihmuar për shembull përderisa Ndje muzikën në bazë në themel. Ndje muzikën, vetëm kjo pjesë. Çdo send që unë e këndoj, edhe çdo send që grupi mrapa më përcjell, unë e di sakt. Se çka duhet edhe çka s'duhet, domethënë. Kurse ne se kuptojmë. Absolut. Ne mundesh me bë gabim tip, unë duar trokasim se Me ta thon sakt, shembull, tash s'po du me dal pak me i bjes pak si dis, domethënë këngëtar që se vetëm kënojnë edhe kanë vetë si hobi, domethënë nuk din ato edhe me bë gabim orkestra mbrapa nuk e din çfarë do bë gabim. Okej. Edhe Ata që nuk kanë studiuar domethënë. Jo që s'kanë studiu, po që se kanë fart, domethënë, ka edhe pe këngëtar, jo vetëm po ka edhe këngëtar që se morën.
Kurse une tash e di me milimetra, A nëse ti e bani kupton gabim e di gabimin gjona saktë. se okej. E për ata është pak problem tani me bë muzikë edhe me gjithë kanë. Edhe prej teje në fakt është edhe vështirë me bashkëpunu me ty, ajo orkestra, sepse je detajist. Unë e kam orkestrën tem, domethënë. A më je detajist? Po, absolut. Maksimum. A kanë vujt orkestra me bashkëpunu me ty se është mirë, Jo, është vështirë dhe se ta marrin dorën ty. Jo, sepse unë gjithmonë i kom zgjedhur orkestrën, njerëz edhe i kom marrë profesionista. Janë muzikanta për më të mirë në trojës shqiptare. A je vështirë me bashkëpunu me ty? Jo, absolut. Me njerëz me muzikanta të mirë, absolut. Okej, se Menoj që jam shumë korrekt. okej, se njerëzit detajistë dhe që njohin gjitha gabimet është pak problem me Nëse punojmë unë e ti një natë edhe nuk përshtotim ma, unë s'punoj ma. sa e pshon cin tjetër. Po jo, E pra, është është problem se vështirë. unë e Po dal kjo është kesh. vështirësia, pra. Është problem Altin se unë e dal kesh. Nëse Po dhe? nëse e Se po nuk përsëris jam i ata. vështirë, bra. I vështirë. Jo, nuk jam i vështirë sepse je detajist, nëse e gjigant, ti përsëris don- unë don- nuk thot kërkush muzika, e ka prish po tini ka dal kesh edhe është. Po. Sa më rëndësi është talenti për këtë punë. A mundet më po dikush këngëtar me shumë ushtrime, studime, pa e pasat talentin gjenetik? Unë menoj që këngëtar s'mundesh më bën nëse s'ta ka dhënë talentin Zoti, i lumi Zot. Një që sigur po ta bëj si pyetje shembull, a mundesh më bëu futbollist nëse s'ke talent për futboll? Kur dal në fushë aty shihet këtë hapta si ti si për këtë punë. Deri diku ndoshta mundesh me arrit, po jo bash. S'merr kërkosh. Por, sot në strad, ka këngëtarë që s'din me knu, po kanë emër më shumë se ata që din me knu. Puna e muzikës edhe këndimit edhe famës. Si e shikon ti, si ndihesh ti personalisht si këngëtar i mirëfillt, i studiuar, që ke zë, i njeh notat, e njeh muzikën, si ndihesh ti kur del një këngëtar me ato butonat, për shembull, unë flasim për veten, futem në studio, s'di me knu, po ai boti mu me lun ato senet, ma çon zonin nelt poshtë, ul ka tërthur, ka dushë çon. E ma ban një hit mu shumë fort, edhe unë me playback marr parë më shumë se sa ti, ftohna më shumë se sa ti, e ti nuk vlerësohesh sa unë, edhe unë pse s'di me knu as për gjysë teje. A di si, unë ndoj në disa pjesë këtë punën e muzikës, showbizit muzikës, e ndoj në disa pjesë, shembull. Ka pjesa që është për show, për biznes. Unë nuk jam në atë pjesë, jam vetëm për biznes. Pra, nuk je për komercial ti. Do me thonë, unë jam që e du muzikën, e kam shpirt, me thonë, edhe biznisin, ndoshta edhe nuk e njoh mjaftueshëm për me bon biznes. Ka si këngëtar që edhe ato janë për mi duar trokit, në faktikisht, nuk janë për mi kritiku. Muzikën e don shumë? Po shumë. A don më shumë muzikën a gruan? Bashk. Ja, njënën. Cilën e zgjedh, sonte tash e vendosim, njënën kemi hek dorë. Po thua. Po sonte e vendosim për njënën kemi hek dorë. A hek dorë për i gruas apo për muzikës? Përfundimisht, edhe do ta ketë gruaja. Lema se do me të futë në sikletë. Tani ne se mu përlo me gruan, thot jo, ti osa, jo s'ban. Le, mos e përqesh. Jo, s'është problem. Okej, që kur thonë gruan tash, mos më rrajnë. Jo, i majtë të dyat. Okej, këtë kam punë. Këtë zgjidhje. Muzikën apo gruan? Ja, absolut, nëse i shar një moment për me vendosë në malek shamojt gruan, muj me bo dhe punë tjera. Ose kisha kënu dhe të shpia tani, s'kish nërë kush. Po, absolut. A ka nevojë një artist, përveç shakas që po bëjmë, me pas mbështetje, sepse artisti... Edhe diçka më falë që Po. edhe nuk besoj që Ja, gruaja jem kish dash me lanë muzikën. Je të ja hap veshta, po. Ndëgjo, kur mos ndodh, se po bëjmë shaka e tin, se interesant. Çdo njeri që del media ka nevojë maksimale për përkrahjen e gruas, të burrit, të bashkëshortit, të familjes. Pra domethënë, çdo artist, në qoftë se nuk e ka mbështetjen e gruas apo të burrit apo të familjes, në këtë rast jam nga folje me gruan temet, duhet nëse se ka është shumë dobësi e madhe, edhe shumë mungesë e madhe për një artist. Po, është. Imagjino tash me të pengu ty ose mu, që nështë ndodhë për nas të edhi që s'qajmë kry, me na pengu, mos me shku, mos me knu, mos me dal, mos me sill, mos me bo argji, jo se ka ashtu, jo se ka ashtu, jo ka njerë shumë, jo ka femra shumë, jo ka ashtu shumë. Pra të më thonë, imagjino se si ndjet një artist. Unë po ta them kështu, për krojën e kam maksimale të familje, po gruaja, do të thonë është më shumë se unë i jep kësaj pune, më frymëzon për me dal, me bë këngë të reja, me shku në emisione, përkundazi unë jam i fokusuar më shumë te live, domethënë te interpretimi live. Se unë pej kur kom marrë në Zvicër, domethënë jam shkput pak pej mediave, pej televizioneve.
edhe njëri për mediave që më ka përkra dhe ka marrë pjesë shumë është 21 shef, cilën e falenderoj shumë, po është televizioni që mi ka qelë dyrt i parë edhe Bravo, edhe po i mshel biles mund si edhe jam shumë falenderues dhe tyne. Kështu që jam shumë përkrahës e madhe, jam frymëzan, më shtyn me hec me punu, me bë këngë të reja, me shku në emisione. Si që ka më herët puna që e morë në Zvicër i kum nal krejt. Kur kjo në Zvicër ti? Ka 7 vite. 7 vite? A je adoptu, a je integru, a njëshër atash tin? Po, se kam familjen, kam fëmin, kam këto. Jam adaptu, kom arë dhe ma herët, dhe në pe 2008 vinë në Zvicër, do morë me koncertet ndryshme. Po, por jo rezident. Ja, absolut. S'ke pas qeka në briefkaste kur kjo arë. Aja të pjesë konë për mu e ranë, po jo atë se smira me atë punë. Smira si farë. Mirë të qësë, ja. Okej, ja kilona themi pagu. Absolut. Okej. Që për do këtë jeta këtu në krasim atje? Ashtë ndryshim i madhë? Ashtë ndryshim po, i madhë. Ashtë masëpari ndryshim mentaliteti, ndryshim raport punë. Jam i sigur që në Ferizaj ti s'ke bëha si punë shpije. Këtu në Zvicër a i ke mësu bro krejt tashmi bo? Ja, në punë shpije, po ta thamë edhe një gjo, sa jam marak muzikë, jam marak edhe në kuzhinë. Ke marak, po të vjen vetë dëshira për zotin, s'ke qore po ata. Ja, kam edhe për Kosovës. E ta një janë gjesim sigur e kena dëshirë vetë, e? Hajtë çfarë ushqimet din me gatu? Krejt. Ushqimet i gatun. Pra do më thonë, në këmbim të supportit që ta e bashortja për me dalë me këndu, me bo kongë, me bo shu, ti një më në punë shpis. Jo, a di se muzika është që e kam të lindun, puna e ushqimit, nështë është edhe e lindun mirë, po e kam lidhet me muzikën. Ushqimi me hangër mirë, gjithmonë lidhet me muzikën. Po lidhet. Se janë artë e dy janë vete, me ditë me gatu është artë. Artë, po absolutisht po. Edhe është shumë për mu, është vlerësimi i lartë dikush që din me gatu. Edhe me peglat është artë. Me peglat nuk di. Nuk din? Nuk di. A me fshinë i gjonë kështu në i pjatë me lojnë ashtu? Ja, as me mi lasë. Dhe më thonë që artë nuk kje punë ti. Unë artën e gatimit dhe gatimit e ki. Se shembull po ta marr një shembull të vogël, shembull kur të gatuj diçka edhe kënaj, domethënë të dyja shkojnë bashkë. Edhe më shojmë muzikë klasike, aty mbaj gatuj, kënaj. Shumë bukur. Bukur shumë, bravo, më mirë. Kush është një këngëtar tini që të pëlqen në estradën shqiptare, ty që keni simpati për të në mënyrën se si këndon dhe se si ka arritur? Atëherë nuk isha dash me ful me emra mirë, po masi është i gjeneratës më të vjetër edhe është njëri prej këngëtarëve më të shuar që kam dëgjuar dhe jam frymëzuar për tina, kam dëgjuar shumë, është Ramadan Krasniqi. Dani. Po. Okej. Është një këngëtar brillant. Okej, bukur. Tashi, ardhja në Zvicër, tini. Të ka shput pak nga realiteti i Ferizajt, apo jo? Po. I e fut komplet një sistem tjetër. Ti ke ardhur pa e di gjuhën, apo jo? Absolut, ende se di bashkëmirë. Ende se din bashkëmirë, siguron jo ti. Qa ka qenë puna jote e parë në Zvicër? Në Zvicër kam punu Bodenheizung. Bodenheizung, vetëm ma për kësa pak Nxemja. Nxemja tokës, po. Nxemja për toke. Hera parë. Po. Okej. Edhe me makina këm punu. Shitjet makina, po. Okej. Miku im, të garazha miku ti. Okej. Bukur. Do më thonë, shto kanë qenë punë. Tani sot punon apo vetëm me muzikën? Për momentin jam pa punë. Je pa punë për momentin. Amo muzika që bën në Zvicër atë mban? Jo, absolut. Nuk është, absolut, ja. Ma shumë është si hobi. Okej. Bukur. Sa këngë ke gjithsej të realizuar atuat, tini? 30 dhe në 20, ashtë se di sakë. 20 këngë? 30 po, sigurt. Me klip, me këngë, do më thonë... Prej tyne, menoj që 7 ose 8 janë hite, që në konëve atë hite këngë shumë të mira. Ma kënë i hit që ti e ke dëshirë këngën tënde, lutem, një akapela. Dëshirë ketë kam që po një që ti po një që e din publiku që s'ka shqiptarë që se din, është I thuaj nanës tane, jam djallë pa behane, ma të mire, ma të sinqerë, dhe vështirë kishe gjetë. A ti e ke knushta? Jo, o shko nga jeme. A ti e ke knushta I parja? Se kom ditë pas shatë modhe, në zbjema me dorën gjigant. Hej, so, here, komuniket, kongë. Prej, kua? Kua? Telen. Nja! Jena shqiptar, jena shqiptar! Mërtin, pasha nonën se kam ditë pasha të modhe. Shumë, mos më ndat modhe, bro, se katunore dhe fshatore, që dyja I kam une. 2010 në bo kja kongë.
Po e kam në imër e 500.000 herë këtë kongune, po s'kom mujt me lidhë figurën me audio ndoshta, se realisht nuk është që e kam një problem, sinqerisht e kam një problem, unë futem me ha në restorante, pi kafe në për kafe, po nuk e mbaj mend me pyet dikush ku hangër, veç thom në Ferizaj apo them diku po emrin e restorantit. Okej. Harroj me mbajt mend, e kupton? Tash ndoshta kom po me emër s'kom mujt me lidhë, e kupton? Absolut. Kjo është ideja. Absolut. E kam këtë problem defekt. Me emrin Adhon jam shumë keq. Jam defekt. Çam ka ndodhur një herë, ta them herë? Thuaj. Ha, zoti i madh. I kërkoj falje publikisht. Janë ky grupi Tingulli Trenta, Baba Starsat. Baba Starsat. Edhe bro, më ndodhi një herë, do të më tregu, po e tregoj që ndoshta e ndjeka ideali. Onat, është ideal që ka Onat aty me ta në grup, Onati, këngëtar, rap. Ato janë po shumë janë. Po ama Onati ishte një këngëtar në grup që kënon me Baba Starsat. Edhe unë e kom ftu në emision. Tashi, më thanë mua është në Zvicër, i thash unë aty të kom thonë azi, po më duhet ty, kush e ka ftu atë për marrë në emision. Edhe ai ka pranu marrë në emision të ne. Onati i Baba Starsave. Tashi, kur kom dalën aty bro, unë i shof 3 djemtëri. Po për kryt vllaut, po betohem, flasë si me konë në kafe tashi, se unë qështu jam, se kom ditë në botë me lidhë emrin po e kom në gjuhë, po figurën s'kom ditë mja lidhë, brus. Ato klipet i bëjnë shpejta, ku me ditën kush është Onati. E dive që kom një Onati, Baba Starsave, thash po, okej, vi në emision t'ja bëjmë intervist, për respekt, sepse kanë muzikë të mirë, e kupton. Tani kur kanë ardhur ata 3 djemt të studio për me hymrena, njonin ta e kom pasi mo me tatuazhe, me do kapuça, me do zinxhir, do sene, unë mendova si ky është. Ky Onati i zhvesh krejt thjesht, ideali thjesht, edhe tash unë fola me këtë që është mo i ngrebur pak, mo me stil, mo me kështu, edhe mendova që ky është Onati, edhe fillova të i fol. Unë Onat thash në studio e fillojmë intervistën, tash ki me bë kështu, është qetë, nuk jena live të fol me ta, tha më falë vëlla, se jam unë, tha këngëtari, thash ky. Edhe tani thash, të kërkoj falje vëlla, aty kërkova falje, unë iva keq. Ndoshta ai mendon që ja kam bërë qëllimisht, po sinqerisht unë iva keq, i thash kërkoj shumë falje. Thash se për zotin e madh se bona me qëllim, po nuk kom mujt me lidh. Tha jo, tha se unë ty nuk një, tha si moderator, tha po veç ka marrë, tha si më kanë thirr, aty. Ma futi dhe me më marr hak. Nuk u merr në emision. I met hatri, ja iku. I met hatri dhe iku. Pra, nuk ka kom bërë qëllimisht, po iku. Okej. Amo, e kom që defekt. Nuk është që nuk zot mos e bën me bën diçka me tendencë. Unë kom qef me suportu njerëzit artistat maksimalisht edhe e kam suportuar, kam treguar që e kam suportuar në këtë vend. Që bëj diçka me qëllim se bëj. Mirë, po ka një herë hupi, s'm vjen në bro. Edhe çështu me Onatin ndodhi kjo. Unë kam problem që më ndosh. Amo këtë kohën tonë nuk kam një 500.000 herë kam një, po ta them drejtën. Por nuk kam mund me lidh me figurën. Di se ka qenë hala knohet, hala s'ka dorsëm që s'knohet. Jo të definitiv, po po jo knohet, jo kjo është hit më, po them që është hit. Okej, është më vështirë në Zvicër apo në Kosovë me u marrë me artë me bë muzikë? Në Kosovë është më lehtë sepse janë gjitha mundësitë, kurse në Zvicër punohet më shumë punë tjera, domethënë njerëz nuk kanë kohë më mirë me këtë punë, pa e marrë dhe një punë tjetër. Tash tin, flasim, a kishe jetu në Zvicër në Kosovë për qefe, për dëshirë fjala? Për qefe, për dëshirë? Për mua është mirë edhe në Zvicër edhe në Kosovë, nuk është keq. Njëjtë për mua, ma mirë nina në Kosovë, normal. Ma mirë njërë jam lind atje, kam rrethin, po këtu e kam familjen, është rëndësishme familja se gjithçka. Kinderman më kthy një ditë me tu atje? Po gjithmonë kam qef. A kjo ardhë ti me blej traktorë më kthy apo jo? E kom blej rrotën e parë. E bukur ishte kjo. Tash ti që ma shumë se 20 vite si profesionist mirësh me muzikë. 25 vite po. Çish ka ndryshu showbizi ose muzika gjatë kësaj kohe? A për të mirë, a për të keq? Unë menoj që gjithmonë ka ndryshu edhe gjithmonë ka marrë të ndryshu. Ka ndryshu shumë shembull te ne shqiptarët ka ndryshu shumë. Në Kosovë, në Shqipni, në trojët shqiptare, sepse me i po vendet tjera që kanë, domethënë, shumë atë zhvillume muzikën se sa na, anjena nuk ka ndryshuar ndryshe, është njëjtë u kanë, edhe njëjtë po vazhdon, te na ka ndryshuar shumë.
Kanë ndryshuar shumë stilet, kanë ndryshuar mënyra e punumit, këngëtarë që i kema herët edhe Altini, që dalin veç që kanë lek ose diçka. Po unë për ato që bëjnë sukses, i përgëzoj se ajo është aftësi. Aftësi, po. Është aftësi. Realisht është Nëse aftësi, dinë me po. marrë lek ato, pa ditë me këndu, ka bën një kongë vetë aty, bravo i koft. Po nuk është vetëm Te është. ne po shitet se te amerikanët, te Ai italianët. ke pa Blerën, ai keni dëgjuar Blerën tok në live. E kom dëgjuar. Ta këna shpirtin. Shumë i mirë. Repertorin e fortë ka dhe këna shumë bukur. A janë këngëtarët më të mirë në diasporë apo në Kosovë? Qërë, ne jemi një brom. I brum jena, di që shqiptarë janë dy anë, po ku mendon që janë këngëtarët më të mirë? Po shembull, unë i Kosovës jam, për Kosovës ku marrë, dhe këto tjerë që janë këto, të mirë janë e krejtë. Po ta marrë shembull, tash në s'moj me thonë në Kosovë janë më të mirë, po ta marrë shembull Dua Lipën edhe Rita Orën, ato janë diasporës. Diasporë, Po janë yje botërorë. Po flasim për këtë arrajë të shtëpisë. Po shembull, diasporë janë ata. Po dolim. E vërtet. Dua Lipa u linë Prishtinë, po ata arritën më të madhe ka bën në Londër, edhe muzikës popullore, ka edhe këto të mirë edhe në Kosovë. Këndon në përdasma, a hendje familjare shpesh tin? Po, zakonisht në përdasma, ditëlindje. Okej, 2026 në ketë kaparume? Mirë, super. Mirë është. Po. A ka vene të lira? Ka, gjithmonë ka. Ka vene të lira, okej. Ku të ftojnë më shumë në çfarë vende për me kënu në dasma? Këtu anë... Përgjithësi, edhe atje edhe këtu. Po, ma shumë jemi fokusum, është një lloj trekanshi, po unë nuk e refuzoj në Kosovë, absolut. Kush do të shumë thirë, si refuzoj venat. Po, trekanshi e kam Ferizaj, Prishtinë, Gjilan, aty. Se ma ofër, edhe që aty u boja, normal kënoj edhe më Pej, kënoj edhe në Prizren, në Gjakov, Mitrovic. Ku i bojnë eventet më të mirë? Mirë i bojnë krejt, shqiptarët bojnë atmosferë, bojnë qef, mirë i bojnë krejt. Unë njëna ma mirë në Ferizaj, sepse jam i që aty i venit, mirë po krejt i bojnë mirë, super. A i bojnë krejt vetë, apo në kombinim edhe me tjetër këngëtar? Darës më ta ja vetë. Veç vetë. E kam bendin tem, kam një bend mrekullueshëm, që është interesant, po ta them edhe diçka. Jeton këtu? Jo, bendin Kosovë. Bendi jeton në Kosovë. Po. Okej. Po ta jap edhe një informat shembull te bendi jem, shembull klarnetisti është i Shkupit. Bateristi është i Prishtinës, edhe djali me klaviatur me synt është i Tiranës. Shqipnia madhe. 3 kryeqytetet shqiptare. Në orkestrën. E unë jam kryeqyteti këtu në Ferizaj. Ty të vjen me konë kryqiteti aty në fakt. Ja sha Ferizaj. Ja sha Ferizaj të vjen me konë ty, vërtet. Bukur. Shumë mirë. A i donë në dasma për qëtë vera, jo? A i donë? A ki të shqipër në i dasë me ti në zonë? Aha, okej, nuk refuzojmë, jo. Vetë folim me këta shikusit e mi, që ta që në të hongër shtapiqa, qaj për para, edhe t'ju kalzoj. Futu një pak në YouTube, edhe a ke kështu atmosfera dasma që banë në për YouTube? Se di në YouTube në është s'kam. YouTube në është s'kam. Shikoni pak YouTube në gjëjni, ka rëndësi me një gjuhë pak. Në është në rrjetet sociale më shumë kam. Edhe në rrjetet sociale, Instagram, që ke Instagramin? Florentin Vladi Tini, TikTok-un që Florentin Vladi Tini, gudzërni veç mashkët në bo follow. Se që ashtu i ka punët. Edhe kush do me e marë për dasma, që të verë edhe ju bën atmosferë, ama muzikë shqip gjigant, me ta knosh zemrën në shpirtin, me nuansa, me muzikë të zhdoganume, dhe më thonë, jo të fut me kundrabond, po të zhdoganume, me shkollë, me cilësi. Kështu që juftoj ta keni këtë këngëtar të mirë në dasmat tuaja, në hengjën tuaja familjare, sepse vërtet ja vlen. Unë e kam një gjuhë live edhe për vitin e ri, por edhe hitin që pas ka bo, kështë ka ngel me një shqiptarve, këtë kongë ja u kënë në dasma, mjafton me i shkrujt në rrjetet sociale edhe kaparoni. Çmimin se këtë shtetin, besoj. Faleminderit. Ta syshëm. Ta syshëm, po pra. Janë çmime, se e kupton çfarë do të thonë. Realisht është bërë shumë keq tin ky çmimi këngëtarëve sot. Ne i paragjykojmë gjithmonë vetëm politikant. Për korrupsion, për gjona i sulmojmë politikant, hajna, vjesa, blablabla, ças flasim, por me ka pak estradën shqiptare. E me ja bëni scanner. E me shiku, dalin më të korruptum këta, më të korruptum. Më zhvatsa estrada se sa politikant realisht. A di ka këngëtarë sot që ti lyp 15.000, 20.000 për i dasëm o vlla. E ke parasysh? Dasma, zbesoj, po, gjigant.
Na për 15.000 klube, euro. na shta na për diskotekë. Jo, ndosma. 15.000 euro 15.000 euro di unë këngëtar që ti lyp në ndasëm sot edhe s'diskutën me ty. 12 deri në 15 i kishte. Bravo i kuft. Problemi janë edhe ato që i paguajnë tani. A pe kupton gjysh, pra domethënë kjo është një kjo është E teprume. E teprume është, e ke parasysh? Rroga në Kosovë është 500 euro, 15.000 euro mi morë me dorë. Gjigant, po ai që e pagun këtë dasmën jeton në gurbet, edhe shkon e pagun atje 15.000 euro, di unë këngëtar që i lypin çashpara se i kom me fakte. E ke parasysh? Mirë po, është e teprume pak. Sepse Jo, 15.000 euro është egzageruar. e tash në gjithmonë sulmojmë vetëm politikan, por realisht e meritojnë më shumë që ta këngëtarë që i kanë të çmime stratosferë, që duhen me shkatru fare një familje që do të me boni aheng familjar me martu vajzën apo djalin. Ndoshta dikush i merr borxh, ti merr muzika. Okej, çmimi mund të jetë deri në 4-5.000 euro, po jo 15.000, 12.000, 13.000, e ke parasysh. Pra domethënë, kjo është pak Po rrit parë po ndëgjoj sta. herë po në gjë. Kom dëgju çmime deri në 8.000, 9.000, ama Tjetri abuzim prej artistëve, që meritojnë mu sulmu sikur politikan. Ti kërkojnë 20.000, 30.000 për një bashkëpunim. A e keni gjuhë këta ajo? Po, që kërkojnë parë kom dëgju. Tashi, Po shifra jo, a është shifra. njerëzore kjo me t'i kërku dikush 20.000 euro, 30.000 euro me fakte për me pas një bashkëpunim me një këngëtar që ka një emër? Pra, ai nuk ka shpirt artisti, ja, po. Unë menoj nëse vjen Ai ka shpirt zhvatsi, ai që e bën këtë dhe kërkon këtë, ai për mua është veç pare ka në kry dhe është një njeri që don veç e s'ka karakter, s'ka fytyrë, s'ka kurrë, veç parën e vlerëson. Pra ai njeri që e bën një gjë. Unë menoj që bashkëpunimi duhet më marrë natyral, me dëshirë. Jo, po ka diçka tini. Shiko tash. Ka njerëz që janë artist. Unë njoh shumë artist që kanë talent më shumë se sa disa këngëtar që kanë emër. Gjithmonë ka talenta edhe ka me pas. Çfarë tash? Me të fut ty me kënu sot. Ti ke emër, okay, po ka disa këngëtarë që njohun në Zvicër, që me i fut me kënu live me çta që kanë emër në stradë. Ti lejnë me kilometra mrapa prej talentit. Absolut, është e vërtet. Mirë, po ky që e ka talentin, po s'ka emrin, nëse ja kërkon një bashkëpunim Tinit që e ka emrin, Tini i thot po 20.000 euro nëse do me bëj këngë me mua. A e ke parasysh? Pra domethënë nuk e respekton fare si artist më dhoni dorë, me mbështet, me urrit. Hajde me thonë, hekni shpenzimet e muzikës, e të klipit e gjona, po. Po, ata po. Plus 20.000 euro e kongën edhe okay. A kupton? Ajo po, është në rregull. Plus parë 20.000 Nëse euro. do ti me bë me filanin, okay. Tashi, realisht tin për estradën shqiptare, për një pjesë nuk kam pikë respekti. Më falë që po them. Po unë pikë respekti s'kam për një pjesë të estradës shqiptare. Absolut. Edhe njerëzit më të pa karakter që janë një pjesë e estradës shqiptare që unë i njoh. Edhe i them edhe me emra se s'manin shumë, po s'po më intereson me i thonë. Unë i njoh gjithmonë, nuk kam. Jo një pjesë tjetër që janë shumë të mirë. A e kupton? Edhe kështu që Problemi janë edhe studiot, që për një ditë me incizu një kongë i lypin 2-3-4.000 euro, për dikush me pas talent, me dasht, me shku në këtë drejtim, veç për arsye financiare, mos më mujt me provu. Njerëzit që merren me art janë më shfrytzues edhe më abuzues se politikanë. Mirë, po Altin unë menoj diçka tjetër shembull. Ti fol drejt po tregon këtë problematikë që është, domethënë, po ki mundësi tjera. Mos e merr 15.000. Ki mundësi tjetër me marr mua, ma lirë, atjetër, ma lirë. Që janë të mirë, domethënë, jo vetëm unë, po ai tjetër, ai tjetër. Ki mundësi. Edhe në studio ki mundësi shembull ndoshta 5.000, ndoshta 10.000, po ki studio mundësi që ki edhe 1.000, 2.000. Po ideja është që kam dëshirë me marr Tinin sepse jam rrit me këngët e tija. Okej, ajo është okay. E tash i Tini, në momentin që unë kam respektuar gjithë jetën të t'i dëgju këngët, kur vjen momenti me të marrë ty për një aheng temin familjar, ti më lyp 15.000 euro, kjo është abuzim. Shkelje, ose studio televizive që do të marrashi. Jo sepse nuk është standardi, se më konë standardi, okay. Është standardi, a ke parasysh? Po në Zvicër mos i lyp ty artist çashpore. Zvicranti janë më të lirë. Tani, studio në Zvicër është me orë punë 7 franc ora më duket, Zvicër është 50 franc ora. Në Kosovë apo në Shqipëri, në vendet tona, talentat e ri shfrytëzojnë, jo morin 4.000 euro, se me shku dikush me emër falja bën. A e ke parasysh çfarë abuzimi përsëri? Pra, një talent i ri që ka nevojë për mu rrit, e shkatrojnë me çka ka, e bëjnë me shit edhe teshat për me bëni këngë, si ja lyp. Kurse me shku Tini ose tjetri, i thonë, hajde se ta bëjnë këngë veç me kallëzu që e ke votë studio jam. Pra abuzim. Po. Artistat janë më çisë se sa politikanë. Vetë se dia din që publiku shqiptar më i lumtur i gotin botë. Kur të bëjnë statistikë analizë.
Në çfarë aspekti i Lumtur janë të lumtur. Kosova po. Ngojnë muzikë, ngojnë janë të lumtur si popull. Po, nuk kanë probleme. Ne po flasim në sektorin e industrinë e muzikës, që ka abuzime prej këngëtarëve dhe prej artistëve edhe prej producentëve. Abuzime, është shumë gjynaf. Tashi unë për vete sa njeriu ne kam suportuar në këtë emision, kisha ditë me i thonë, hey, më jep 2000 franga, 3000 franga, këto po si kam thonë. Shumë mirë kjo. A ke parasysh? Kisha ditë më se është mundi jam, është puna jam edhe kjo. A e kupton? Po apo mundesh me i suportu, apo mundesh me ndihmu, se për me i zhvatë me i shkatrua shumë kollaj. Nëse me fol për artist, unë kam më respekt për politikanë që janë hajduta se sa për se sa për artistët që janë zhvatës edhe abuzues. Me të thonë drejtën. Nëse, ti në flova. Çashtu është. Ma ba Allah se flova. Absolut. Çfarë plane ki për të ardhmen? Unë jam të punu projektet muzikore të mijat. Kam pas një pjesë, si që e thashtë të marrët, ardha në Zvicër, i kam ndërprerë, dhe më thonë, këngët e reja, s'kom punu këngët të reja, kurse vitin e kaluar me kom lansuri këngë, tash i kam edhe 2 të reja që po vinë, janë është përfundu, vetëm klipin e përfundojnë, ndërsa tjetra është të punu në studio për me bërë një këngë të rej. Muzikët kret vetë i kompozon? Ka raste që i bëj vetë, ka raste që i bëjnë edhe kompozitorët edhe studiet për kace. Në shtëpi ke thënë tu gatu, ke qef me kënu, a ke edhe instrumenta? Po, kam pianon, sintin të shpej, po. Edhe lunë shpesh? Po, luj. Tjetër instrument din me përveç çiftelis? Po, së pianos. Okej, tjetër? Harmonikës, gitarës, klarinetës pak. Okej, o ta kishë marrë një gjo me vete sot më. Shkon mirë. E kom menu me marrë gitarën, më tash. Pse s'm në herë tjetër. Hajde herën tjetër, mos tanin. Tini, a ti bëj do pyetje? Me knatësi. Okej, po ti bëj do pyetje do ty se kemi një farë rregull mi bë do pyetësor kështu. Tash ti ke drejt me zgjedh vetëm njënën. Bjonda Brune. Nëse thot Bjonda shkolu i flokt. Jena në show edhe na lejohet me bo show. Drejtori mu ka mërzit, diçka s'di, ka konë larg shtash edhe s'është në terezi. Tin, ke drejt me zgjedh vetëm njërin nga këto dyja. Jo të dyja ose jo me abstenu. Okej. Të këndosh për një çift që dashurohen marrëzisht apo për një çift që nuk flasin me njëri tjetrin. Absolut të parën, që janë dashuruar marrëzisht. Zgjedh një mikrofon që nuk punon apo një dhëndër që nuk të paguan. Një mikrofon që s'punon. Okej, dhe këta dhëndër që s'paguajnë janë fort mirë. Jo, kam mundësinë me knullat pa mikrofon. Okej, bukur. Interesant ishte kjo. Të kërkojnë 10 herë të njëjtën këngë apo të kërkojnë këngën që ti nuk e din? A mu i me dhoni përgjigje pak ma gjatë? Po, mundesh. Të puna e këngës që nuk e Po. di. Është një me thanë problem, jo shumë problem. Njerëz ta lypin, ta kërkojnë një këngë dhe ti vërtet nuk e din. Edhe ai thotë po qysh se din. Dhe nuk e di. Po. Se është ma letë është unë me kënu, Po. nëse e di se sa më mirë shembull me një person më të thonë, dhe zdi sa herë, Po. qysh se din filan këngën, Po, edhe menon që s'do m'ja kënu. Po. Do të thonë, kjo ndodh shpesh. Po. Menon që s'do m'ja kënu, realisht është në favorin tem nëse e di këngën me kënu. Okej. Do zgjidhje që nusja që kërkon këngë romantike, pra më ja plotsu dëshirën një nusje që kërkon këngë romantike, apo një shoqëri që të kërkon më këndu tallava? Ja, ma mirë një këngë romantik. Më mirë, a? Po dhe. Pse më kesh më rash? Çështu. Ku të mrapsht jena. Të mrapsht jena. Ndrën e kanalin në qovës jena të mrapsht. Ja, më së ndrëni se ju kam zamër. Zëri që të lodhët, apo publiku që nuk ngrihet të kërcej. Pra, do zgjidhi një zë që do të lodhët ty, apo do zgjidhje një publik që nuk qohet më kërcy me këngët e tua dhe atmosferën tënde? Për një artist, për një këngëtar, për një muziciant, është shumë e rëndësishme publiku kur të Shumë e vërtetë është. Kur ndihet mirë. Po, po tani cilën do zgjidhje ti? Ndodhet më lodh zonin një herë. Ma mirë me të lodh zonin dhe mos me këndu se sa mos më ngrit publiku. Edhe pse kujdesëm mirë
shumë rigoroze për me rujt, jo për me rujt, po më konë sa ma kompakt, që mos me dështu asnjëherë, edhe pse s'kom dështu asnjëherë, domethënë. Ma mirë më lozone se me kënu një publik që Kështu normal sa reporter keti, sa e çon një nej? Sour. Unë po ta jap një shifër që më ka ndodhur vitin e kaluar. Që mundesh me majt. Po, vitin e kaluar më ka ndodhur 6 orë gjys nuk e kam shumë mikrofonin hiç. Pa nal hiç. Pa nal hiç. 6 orë gjys. Po kjo është shumë e rrallë edhe s'mundesh non stop. Po kanë çështu mramja edhe kanë shumë e bukur. Po gjithë kong gjigant, sa kong I knova? Jo, më të knu edhe 20 orë, I ditë 4-500 kong. Çoj të fol more? Më të knu 20 orë, pa ndërprej, po 6 orë gjysë është se kom ndërprej edhe këndim, jo veç me thonë këndim, po këndim tamam kështu. Okej. Do doje dasëm luksoze me publik të ftohtë, pra me njerëz të ftohtë prej natyrës, apo dasëm të thjesht me publik të zjarrt? Publiku I zjarr gjithmonë, për neve është shumë e rëndësishme. S'ka rëndësi pse luksoze atë. Absolut, publiku është kryesor, na për publikun kënojmë. Të këndosh live pa gabime apo playback perfect? Ato të dyjat janë të shumë të rëndësishme. Live është shumë I rëndësishëm, po edhe aja që ka injizohet është që met histori është, aja që injizohet është shumë, tash nuk di si më të dyjat janë, s'muj me ik asnjënës. Okej. Do preferoje të harroje tekstin e kongës apo të harroje emrin e çiftit? Të emrat tregove edhe ti më herë, tonë jam pak I dopt, në herë edhe I harroj. I harron apo janë gjeti emrin tjetër, hajt çashtu më. Ka rast të krye kom thonë dhëndrit emrin tjetër këtë. Po dhe tjetër emrin. Ai ka thonë hey, jo jam, okej. Bukur. Dhëndër që këndon më fort se ti apo vihra që s'të lë mikrofonin. Pa domethënë, unë menoj që dhëndër që kënon më fort se unë është shumë privilegj mi kënu dhëndër që kënon më fort se unë. Okej. Se nëse ajo më zgjedh mua mi kënu, atëherë është shumë mirë. Pra domethënë, s'do preferoje vihra me ta marr mikrofonin me kënu? Dhëndër. Me kënu me ty vihra jo? E kisha preferuar mi kënu. Jo, nuk është problem aja. Ajo është pjesë e bukur, pse jo? Ama nëse kënon dikush bukur edhe mi kënu ndoshta më shumë mirë. Okej. Të filloj të bjerë rryma apo të filloj nusja me çajt? Cilën kishe pas shef? Tash me çajt mundesh me çajt për emocione të bukura. Varet çysh, ama me çajt prej këngëve tua. Ma mirë është më nal rrymë. Ja apo më ra rrymë? Me nal rrymën më mirë se na ka ndodhur kjo më ndoshta. Jena të përgatitur, jena profesionistë edhe në këtë punë. A është pengesë për ty me ardh nusja mas çdo aktiviteti që ke? Bashkëshortja. Ja, s'ka ndodhur kjo. A më ndodh është pengesë apo është mirë? Nuk besoj që është pengesë. Nuk besoj që është pengesë. Okej. Të këndosh deri në orën 5 mëngjesit apo të dëgjosh edhe një këngë të fundit 20 herë? Pra domethënë një këngë të dëgjosh 20 herë të njëjtën apo të këndosh deri në 5 mëngjesit? Muj më ndëgju në një herë në këngë 20 herë. 20 herë një këngë? Po, edhe deri në 5 kum kënu. Okej. Pram kum kënu deri në 5. Publik që këndon vetëm muzikë moderne apo publik që këndon vetëm këngë të vjetra? Muzikë vjetër. Veç moderne për mua është pak më problem. Muzika popullore, këngë të vjetra është këngë dorës më atmosferë, po. Moderne nuk jam në atë rrymë. Okej. Nuk është që si di, po nuk jam në atë. Okej. Supozojmë që jenë kulmin e atmosferës të këndur refrenin e këngës Djalë pa behane, kënga jam. Djalë pa behane. Po je bashkë në kulmin, ku njerëzit janë të kërcy. Po. Do zgjidhje me ngatru tekstin e refrenit, edhe mu ngatru mu bo lesh kënga refreni këtë, apo do zgjidhje me tra telefoni mikrofoni pa dashje në tokë? Kjo më ka ndodhur, të dyja të më ka ndodhur. Po. E kam ngatruar edhe tekstin, edhe mikrofonin më ka rënë në tokë. Cilën do zgjidhim këto dyja tash, me tru tekstin e me prish disponimin aty në atmosferës apo mikrofonin me tran tokë? Nëse ngatroj tekstin e kam aftësinë shumë të
jam shumë i aftë për me rikuperu problemin, ma mirë me ngatru pak tekstin, edhe nuk kuptohet se sa me mbra mikrofoni. Okej, nuk kuptoj, bukur. Do zgjidhje apo do plotësoje dëshirën e nusës apo të dhëndrit? Nusja thot, lutem Tini, këndo vetëm për mua, dhëndrit thot këndo për vjerrën. Nuk se di s'kam një përgjigje. Ja, ke përgjigje për besë, ki boll mirë e di unë, po. Lese e mura përgjigje, nuk kry, mos ngushtej. Jo, janë përgjigje që unë kisha Për kënu dhe për vjerrën vjerrën kishe për kënu, nusën. jo nusën. Jo, absolut, për darsma është e nusës. Vetëm unë kishe kënu për nusën. Absolut, për nusën, për dhëndin, është darsma aty ne. Po, dhe, okej. Dhe më thonë ja kishe plotësuar nusës, dëshirën e dhëndrit. Absolut. Bukur. Të kërkojnë këngë greke që si di, apo këngë shqipe që i di të gjitha? Pa lidhje ko ka kënë kjo pyetje, të bësh selfie me çdo të ftuar, apo të mos bësh asnjë dhe të thonë shumë arrogant. Tani, i sekond, janë 400 ftuar. Po. A do preferoj me bo me 400 veta selfie, se përbes Është e mundimshme, realisht. në atë kohën e përmend në kongën Dil Babehane, He. mu më ka ndodhur që edhe në qytet ku duhet që Po. shku non-stop në kanal për Okej. më selfie. Po, ama ndasëm tash, po mendojmë që jeni në një ambient ku janë 400 vetë ftuar, 500, për 700. Edhe dojnë me bo këtë selfie me ty. E mundësisht selfie-n ki me bo ti, se ata s'din me mojë telefonin. Apo, që ishte tjetra më është? Vetëm që shkon darsma se i bëj selfie pa problem. Do më thonë, apo mos me bo me kur një, me shku rahat në shtëpi, po me të... Absolut nuk e pranoj ata mos me bo selfie. Kishe bo selfie me 500 veta, edhe pse lodhësh. Absolut. O kry. Të punosh në sallë, jo, të këndosh në shi, apo në sallë ku nuk punon klima. Edhe është shumë vapë. Na ndodh shpesh kur është shumë vap. E tashi do preferoj në shi, nuk se në është shi e ka pamundur. dhe i falezeti, ja? Është e pamundur. Është e pamundur. Muzikën që bëjnë po. Po nështë ta mandi kur shi qadrëve. Pagesë e madhe për publik të mërzitshëm, apo pagesë e vogël me publik super energjik. Tani, supozojmë Maroshi e ka pagesën t'jep 10.000 franga, mirë po publikun... Mos më shtite atë këngëtar që i mani ka 10.000. Jo. Jo s'po të fus aty, se e di, se s'du mi tremu. Jo, Tinin e keni 9.500, qashtu, 9.900, ishin në franga nga jo hek. Ngonit, kjo i ka publikun shumë të lodhër, mërzitshëm, dë plesh, dë plakas, bëjnë atmosferë, po t'jep 10.000 franga. Kurse unë t'jep 1.000 franga, po publikun e ke zjarë gjigant. Unë vite ti, Të unë jenë? po për publikun kënoj. Fe Kingo, bravo qoftë. Nuk është keq kjo pjesë me na plotësu dëshirën, edhe mos më u pagu. Të të vi zëri perfekt, pra zëri që këndon, apo kostumi që ke veshur perfekt? Cilin do zgjidhja? Ja, zëri. Zëri, bukur. Të jesh ylli i Instagramit, apo të jesh ylli i dasmës? Të dyja të shkojnë, mirë po... Si shkon keq dhe më konë ylli darsmave. Ylli i dasmave. Darsma. Okej, më mirë se sa Instagramit. Instagramin e menaxhon vetëm ti, apo ki edhe një menaxher? Ja, unë vetë. Veç ti vetëm. Okej. A ke më shumë emocion kur del nusja në skenë, apo kur ta japin pagesën? Emocion është du me thonë pak ma gjatë këtë përgjigje. Unë jo që kam emocion, po është një rast i veçantë, çdo çift kur futet në sallë, çdo darsëm për mua është shumë e veçantë. Po. Edhe unë kam respekt për ato familje që marrin sepse po kënoj për natën më të bukur tyne, jetës tyne. Është shumë privilegj për mua shumë. Edhe kur të arrin çifti, domethënë është shumë privilegj. Okej, pra do më thonë... Edhe janë momente që nuk kthehen, gjithçka është live altin. Aty nuk kthehet, nuk guxon asnjë milimetër me gabu. Sepse gjithçka regjistrohet, edhe gjithçka është shumë e rëndësishme. A ndjen pak si presion në ato Po momente? është presion shumë i madh. Për mua po, munona në maksimum, mos me deviju asnjë gjë. Okej, bukur. Nëse do zgjidhje Tini një hit të madh në YouTube, po më i madh se sa ajo konga që ke pas, Për Janë djalë pa behane. një 4-5 vjet s'ka pas më të madh. s'ka pas më të madh. 4-5 vite ka me të rekord? Po, rekord. Bravo. Okej, tani bëjmë një hit tjetër Okej. që
jetë 10 vite rekord. Do zgjidhje që të rekordin e 10 viteve, apo do zgjidhje 200 dasma në vit? 200 dasma shumë është problem. Është problem. Na gjithë vitin sa i bën 200 dasma e ditë po e ditë jam duket, asaj mund të. Ma shumë se një ditë. Ma shumë po. Është lodhje, e? Po, është Po lodhje. ka pagesë, bro, mos harro që ka pagesë. Unë menoj që na edhe pse përfitojmë për punës, na jem dedikum edhe për me kriju. Domethënë, ne kisha zgjedhur një hit shumë të madh. Një hit shumë të madh. Okej. Do doje dashurinë e publikut apo bakshish në publikut? Ja, dashuria e publikut është. Okej. Të duar trokasin apo të thonë këndon edhe herë? Të dyja një njësoj. Të dyja po cilën do doje tash? Ja, me duar trokit apo me thonë të lutem tini edhe herë? Duar trokitja është shumë e bukur. Edhe një herë është, po thuaj se goti e ngjajshme, po duar trokitja është për mua është shumë frymëzim, është shumë është më e bukur duar trokitja. Duar trokitja është më e bukur. Po, një shpirt artisti kërkon duar trokitje patjetër. Kjo ishte e bukur, a? Kjo. O, ku je zenon, o shkodak, A betem? a dy në besën zenon në qem kellon. Mirë, po ma bukur e kënoj tini sonte. Faleminderit, ka këngë edhe kjo. Ja, kjo ju më dashuru me këtë strofën e kësaj. Shumë bukur. Unë çdo story e nxjerrim me këtë derisa të më futet në kokë i këngë tjetër, domethënë. Kështu që Tin, ishte shumë kënaqësi. Herën tjetër do na vish me një instrument. Tashi do jesh pjesë e jona, ama që nëse e kena mësu ku je që je në Zvicër, je edhe ti Shac apo çfarë është tjetër, Gërnaç. Gërnac. Po, sikur ne. Jem shqipe, fjala më e bukur. Po, mirë po, jo, ai djali na kanë gjiti epitet tjetër, po kush e di, ja ktheheshim me të mira. Shqipe që fluturojnë anë mbon. Po, kjo është më e mira. Ne jena shqipe, tamam, që fluturojmë. Faleminderit, kënaqësia është e jemja që jam në emisionin tuaj. Faleminderit. Kënaqësia është e jona atin edhe do ta lejmë me kaq do na vish her pas here sa herë të kena nevojë me dëgju muzikë të mirë dhe e klasike. Do të vi edhe për këndim së vërtet. Kështu që do kemi raste të tjera dhe mundësisht në të ardhmen do bëjmë një gjë të bukur së bashku. Faleminderit shumë, respekte. Shumë suksese, vazhdo mos u ndal. Sa herë të kesh nevojë për Folk Ship Show-un e ke derën e hapur. Gjithashtu dhe juve, faleminderit. Me Duar Turkiti, unë big up on Jonas. Valentin Flati.